se çfarë po ndodh këtu në Istok dikun, në pamjet e publikuara më herët, pra një plaçk e papare quajta kështu, njëra prej perlave më të mëdha që vendi ynë ka, por përdorimi i substancave narkotike ka arritur në klasën e 6. Përshëndetje të dashur shikues, mirë se erdhët fiks kohë me mua Kushtrim Bekollin, do të jemi për më shumë se 45 minuta së bashku këtë ditë të hënë. Jave e re, shpresoj që dhe me energji dhe me gjëra shumë të mira pozitive që i vinë vendit tonë nënt shkurte i vitit 2026. Një javë që pritet të na sjellë shumë gjëra, sepse siç duket ka pritur fillimin e javës gjithkush për të bërë edhe pjesë e lajmeve të mira, por edhe jo të mira, mos t'i themi të këqija, sepse me vërtet atë që do ta sjellim tash si lajm të fundit, gjithsesi u fut edhe pas kenar, ka të bëjë me njërin nga titujt që gjenden në koha.net, është ndaluar mësimdhënësi i shkollës pavarësia pasi sulmoi nxënësin. Prokuroria themelore në Prishtinë ka caktuar masën e ndalimit prej 48 orësh ndaj një mësimdhënësi të shkollës pavarësia në kryeqytet, i cili dyshohet se ka sulmuar një nxënës. Këtë përkohën e ka konfirmuar kryeprokurori i prokurorisë themelore të Prishtinës, Zejnul Agashi, duke përdititur se rasti është iniciuar për veprën penale keq trajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike. Në bazë të urdhërit të prokurorit kujdestar është ndaluar personi, domethënë arsimtar, në kozgjatje prej 48 orësh. Prokurori i shtetit është duke i ndërmarrë të gjitha masat dhe veprimet e nevojshme hetimore konform dispozitave të ligjit në fuqi, ka thënë Gashi. Ngjarja dyshohet se ka ndodhur të hënën ku mësimdhënësi është përfshirë në një konflikt fizik me një nxënës të shkollës, ndërkohë që koha ka tentuar të marrë një koment edhe nga drejtori i shkollës pavarësia Halil Brahe, mirë po ai nuk ka qenë i qasshëm. Hetimet lidhur me këtë rast janë duke vazhduar. E të hënën pra nga mediumi kallxo.com është publikuar edhe një video ku shihet se në ambientet e shkollës ka ndodhur kjo përleshje fizike. Shpresojmë të mos shohim sidomos përleshje fizike në shkollat tona, as më pak në vendet tonë, por siç duket kjo shpresojmë mbetet vetëm tentim shprehje asgjë tjetër. Po marrim disa lajme tjera, pak më pozitive, sepse është një tjetër e arritur e rëndësishme, distria më e ranguara në pregjudizve në gjithë botën. Bëhet fjalë për distria Krasniqin, pra pas përfundimit të Grand Slamit Parisit është përditësuar rënditja botërore e gjudizve, e në rënditjen e publikuar të hënën e para prej gjithë gjudisteve dhe gjudistëve në botë është distria Krasniqi. Gjudisja kosovare u heq në rënditje me 6510 pikë, e dyta është gjudisja gjermane Olek me 6460 pikë, ndërsa top 3-shën e përfundon Kroatia Cvjetko me 6250 pikë. Gjudisti më i ranguar është japonezi Murao, por që ka pikë më pak se 3 gjudistet e para. Murao ka gjithsej 6120 pikë. Besoj që keni edhe tabelen aty në dalje për të kuptuar edhe për të parë më mirë krenarin mbar kombëtare shqiptare, gjudisten distria Krasniqi, por edhe të gjithë gjudistet, sepse gjatë vikendit e kemi pa që janë gjithsej 9 medalje të arta që do t'i vinë Republikës sonë. Republika jonë nga disa prej shteteve, sidomos evropiane, nuk është duke u respektuar, që besa edhe as pranuar. Bëhet fjalë për një titull tjetër, handbollistët spanjolle respektojnë himnin e Kosovës, por Federata Spanjolle nuk e shkruan atë si Kosovë. Të hënën në Prishtinë ka nisur kampionati mesdhetar i handbollit për lojtarët deri në moshën 16 vjeç. Në ndeshjen e parë janë përballë Spanja dhe Kosova. Ndeshja ka nisur me intonimin e 2 himneve shtetërore. Lojtarët e Spanjës, ashtu si duhet, e kanë respektuar himnin e Kosovës. Njëjtë ndodhi edhe me handbollistët tona drejtuar spanjollëve. Spanjollët kanë dominuar ndeshjen dhe kanë fituar 39 me 13, ndërsa në Prishtinë çdo gjë ishte në rregull. Federata e handbollit të Spanjës në faqen zyrtare ka bërë një paraqitje diskriminuese ndaj Republikës së Kosovës. Në raportin e ndeshjes e ka shkruar që Spanja ka luajtur ndaj Federatës së handbollit të Kosovës e jo ndaj Kosovës gjithçka, as ndaj Republikës. Në kalendarin pra aty ku tashmë e keni edhe ju, shihet se si Spanja ka zhvilluar ndeshjen kundër Federatës së handbollit të Kosovës, duke mos i u drejtuar si republikë, por vetëm si federatë. Si rëndom, një titull tjetër do ta marrim nga portali koha.net. Kryeprokuroria e Specialis kërkon 180 vjet burgim
për udhëheqësit e UÇK-s. Krye prokuroria e zyrës së prokurorit të specializuar West ka kërkuar nga 45 vjet dënim për 4 të akuzuarit e rastit më të madh të dhomave të specializuara. West i kërkoi specialis po ashtu që të marrë parasysh peshën e veprimeve të secilit të akuzuar. Kërkojmë dënimin e personave konkret, pra nuk kërkojmë një dënim për shtabin e përgjithshëm, por për persona konkret. ZPS-ja kërkon aktgjykim dënues për gjitha pikat e aktakuzës me dënim unik prej 45 vjetësh, duke u mbështetur në kontributet individuale të krimeve të bëra ose të kryera nga secili prej personave. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Këto krime janë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe janë krime të rënda dhe këto akuza nuk e kanë humbur vlerën e tyre me kalimin e kohës, vazhdojnë të jenë ende shumë të rënda, tha West, një lajm të cilën e keni edhe të përditësuar edhe më të gjatë në portalin koha.net. Nga ky lajm kemi dosjet Epstein, ka dhënë dorëheqje edhe një zyrtar tjetër, një dosje të cilat e kanë rrethuar gjithë globin andej e këndej, po japin edhe produktet e tyre, produktet e dorëheqjeve. Shefi komunikimit i zyrës së kryeministit britanik Keir Starmer, Tim Allen, ka dhënë të hënën dorëheqje nga posti i tij, kam vendosur të jap dorëheqje për të lejuar ndërtimin e një ekipi të ri. I uroj kryeministrit dhe ekipit të tij çdo sukses, ka thënë ai në një njoftim të dorëheqjes. Ai ka marrë këtë vendim një ditë pas dorëheqjes së tij dha edhe shefi i stafit Starmer. Dorëheqjet kanë ndodhur pas publikimit të miliona dosjeve në lidhje me të dënuarin për abuzim seksual Jeffrey Epstein, e të cilët kanë zbuluar se ish ambasadori britanik në Washington, Peter Mandelson, kishte lidhje me financierin e ndjerë amerikan. Edhe këtë lajme keni edhe më të gjatë e më të përditësuar, padyshim, sepse dita ditës çdo orë mos themi, po ndodh nga një situatë e tillë shkaku i këtyre dosjeve. Marrim pak informacion me atë se çfarë ndodhi mbrëm në njërin prej netëve më të gjata dhe më interesante të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bëhet fjalë për Super Bowl, për ata që nuk e dinë, është futbolli amerikan, finalja e madhe që luhet atje, por çka ka marrë vëmendje më së shumti është pikërisht paraqitja e Bad Bunny, djaloshit i cili ka fituar Grammy javë më parë, edhe i cili normalisht që njihet edhe për, le të themi, ato qëndrimet jo pro ato se çfarë bën presidenti amerikan Donald Trump. Pikërisht ky i fundit nuk e ka lavduar fare natën e kësaj finaleje në futbollin amerikan, përndryshe edhe ka reaguar goxha ashpër sa i përket edhe performancës së Bad Bunnyt. Po e lexojmë pak edhe reagimin e presidentit Trump. Shfaqja e pjesës së parë të Super Bowl është absolutisht e tmerrshme, një nga më të këqijat. Ndonjëherë nuk ka kuptim, është një fyrje për madhështinë e Amerikës dhe nuk përfaqëson standardet tona të suksesit, kreativitetit apo ekselencës. Askush nuk kupton fjalë që po thotë ky djalë dhe vallëzimi është i neveritshëm, veçanërisht për fëmijët e vegjël që po e shikojnë nga e gjithë Shqipëria dhe nga e gjithë bota. Kjo shfaqje është thjesht një shuplak në fytyrë për vendin ton, i cili po vendos standarde dhe rekorde të reja çdo ditë, duke përfshirë tregun më të mirë të aksioneve në histori. E ka shuar edhe shumë çka tjetër presidenti Trump, një reagim direkt sa i përket edhe këtyre problematikave që gjenden në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me imigracion dhe me shtetas të tjerë që vinë nga Amerika Latine dhe jo vetëm, sepse Bad Bunny përmendi shumicën e shteteve, ose për të thënë ndoshta edhe të gjitha shtetet e Amerikës Latine që të jenë në një ombrellë bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kthehemi në vendin tonë. Si zakonisht nuk është që na befason kjo fotografi, por parking vend dhe pa vend. Kemi dy vetura të taksive të kryeqytetit, të cilat e shohim që ndikojnë në prishjen e ambientit të përbashkët qytetar, sidomos në këtë kohë kur dihet që çfarë do peshë vogël në këtë lagështi e prish gjithë barin e mbjellur aty pari shkollave apo fakulteteve, kështu që kjo si zakonisht një panoramë që vjen nga vendi ynë. Por panoramë ose marketing, padyshim, shqiptarët e Kosovës e bëjnë më së miri. Kemi një video tjetër e cila në dukje të parë duket një rimarkje goxha e madhe, edhe një rimarkje cilën duhet ta tërheqë ndoshta një veturë më madhe ose një veturë e cila ka një motor më të fuqishëm, mirë po e shohim se çfarë po ndodh këtu në Istok dikun. Një veturë e cila është më shumë familjare se sa përdoret për të tërhequr një mjet tjetër më të madh, por
Ja, reklama më fort ndoshta për këtë vit për Volkswagenin, sidomos për këtë markë e cila është me të vërtetë shumë e parapëlqyer për shqiptarët e Kosovës, në fakt për të Kosovës, sepse ata të Shqipërisë e kanë benzin më të preferuarin, ndërsa ne Volkswagenin, kerrën e popullit. Nga ky marketing e përmenda Shqipërinë, po ikim pak atje sepse në vikend ka ndodhur një situatë as pak e këndshme. Shohim këtë kamionin i cili gjendet krejtësisht në korsi tjetër dhe detyron veturën tjetër të godas, ose fatmirësisht që kanë qenë ato mbajtëset e rrugës, ose shirita tjerë, sepse ka pas edhe me ra në vendet tjera, ndërsa është pikërisht drejtuesi i automjetit i cili është lajmëruar dhe ka shkruar në fakt në disa prej portaleve atje, thotë unë jam drejtuesi i automjetit që shihet në video, aksidenti ndodhi vetëm sepse një kamion po qarkullonte në kundërvajtje, pavarësisht kësaj në ngjarje policia rrugore më xhobiti mua, ndërsa drejtuesi i kamionit u largua pa ndaluar, shkruan ai. Sipas proces verbalit, drejtuesi është sankcionuar me 2000 lekë për shkelje të nenit që lidhet me shpejtësinë, ndërkohë në pamjet e publikuara më herët, pra shihet qartë momenti kur kamioni lëviz në sens të kundërt të një segmenti me kthes, duke detyruar drejtuesin e benzit të devijojë drejt bordurës për të shmangur për plasjen ballore. Pra është dënuar shoferi i benzit, ndërsa shoferi i kamionit ka shpëtuar paç. Nga rrugët e Shqipërisë që dal nga dalë po bëjnë edhe rrezikjete, ikim pak tek ajo se çfarë ndodhi sot në mëngjes në Itali, një plaçk e papare quajta kështu, por edhe duket sikur skena të filmit ku shpërthehet menjëherë furgoni me para dhe ka edhe reagime të shumta që vijnë nga rrjetet sociale, gjithsesi edhe nga portalet italiane, por edhe nga ato ndërkombëtare. Një sulm në mes të ditës në rrugën më të ngarkuar në 2 provincat e Salentos, shkruhet njëra nga tabloidet italiane. Armë dhe eksploziv, shpërthim zjarri me karabinierët. Pra autostrada e Lecces vetëm pak minuta më parë ishte, por tashmë janë bërë orë më parë, por nga mëngjesi është një situatë kaotike që ka ndodhur pikërisht në këtë segment rrugor të Lecces. Furgoni i cili po shihet është pikërisht furgon i parave dhe me një sasi të madhe eksplozive është përthyer dhe shohim edhe persona të armatosur aty që sipas mediave italiane edhe janë konfrontuar me karabinierët e Italisë. Për fund, po jo nga rëndësia, tek një senzacion turistik që po ndodh momentalisht në vendin tonë, është Bjeshka e Madhe e Dëshanit, një panoram jashtëzakonisht e bukur, edhe një vend i cili padyshim pret investitorët, pret institucionet e Republikës për të investuar në këtë vend ose për të ftuar investues, sepse në bazë edhe asaj se çfarë kuptova, padyshim që do të kuptojmë më shumë gjatë kësaj javë edhe sa i përket pistës së re në Bjeshkën e Madhe të Dëshanit. Kushtet janë të plotësuara totalisht, ambienti është jashtëzakonisht i bukur dhe me të vërtetë është njëra prej perlave më të mëdha që vendi ynë ka, por fatkeqësisht është ende e papërdorur, ende është e virgjër. Për atë arsye, sa më shumë investitor, qoftë të brendshëm, qoftë të jashtëm, për ta bërë edhe një pistë të re për vendin tonë dhe për gjithë skiatorët të cilët kanë dëshirë të kalojnë një vikend të bukur, ja Bjeshka e Madhe. Mirë, paka shumë ishin këto ato që i sollëm për juve të dashur shikues, titujt e kohës, por edhe videot virale që janë bërë jo vetëm gjatë vikendit, por edhe gjatë ditës së sotme. Tema e ditës kërkon një seriozitet goxha më të lartë, armë, drogë, konsumim fakt i drogës në moshën 16 vjeçare, çka duhet vepruar. Kemi parë çdo ditë portalet tona, çdo ditë gazetarët tonë raportojnë se u kapën këtu ca armë, u kapën atje ca armë, u kapë ka sasi e madhe e drogës, qoftë marijuanë, qoftë kokainë, por sa është e sigurt Kosova, padyshim që pres edhe inkuadrimin e juaj në +33 48 707 770, e kemi një të ftuar i cili besoj që do të na kristalizojë këtë situatë, ku jemi duke shkuar me gjitha këto lajme negative dhe me gjithë këtë dukuri e cila me të vërtetë është rrezikshme, sidomos për brezinëri. Mos e ndroni kanalin, do të shihemi pas pak sekondash. Sepse qytetarët është problem, është kushtrim sepse nuk e di se si funksionon mekanizmi shtetëror. Mendojnë që mekanizmi shtetëror është si ai polici si çdo gjë që ndodh është aty pari ose e lën më ndodh apo mos më ndodh. Pra edhe veprimet që ndodhin kriminale në tanësim në çdo segment, perceptimi qytetar, që është problematik, perceptimi qytetar që shteti po lën të ndodh.
Por që në fakt, stili nuk mund tjetë çdo kund, në qoftë se nuk ka bashkëpunim sistematik me qytetarët e saj. Për të kthyer te tema që të jetë interesante është çështja e drogave, jo vetëm moshën 16 vjet. Ka një statistik, ka të dhëna jo zyrtare, ka indikacione konkrete që përdorimi i substancave narkotike në shkollat fillore apo mesme të ulët, si tani quhet, ka arritur në klasën e 6. Prej klasës 6 nis përdorimi i substancave narkotike në disa shkollat në tërë Kosovën, sepse nuk duhet ne të generalizojmë. Po. Por që faktit janë dy argumente kryesore. Mundësia që ajo substancë narkotike, që në pjesa ndërmuese janë marijuana dhe hashishit, që dhe është më lehtë i gjendshëm rreth objekteve edukative arsimore në Republikën e Kosovës, sepse dhe grupet kriminale janë të fokusuar se sa më ulët të jetë mosha, që të afektohet në aspektin e veprime psikologjike dhe psiqike, sepse më pastaj bëhen të varur. Po që të bëhen të varur prej që ati grupi... Sa ma të vogël që janë, sa ma të rritë që janë, apo të reja, atë shkalla mundësisë e veprimit, përfitimit material, sepse duhet të kuptoni se përpos veprim kriminal, është një veprim ekonomik, pra pas të cilës këtë grupet kriminale përfitojnë nga shqitja këtyre substancave narkotike. Prandaj, mosha për klasës 6, që fillan përdorues të substancave narkotike, deri në moshë të shtyr, më pastaj do duhet që në një moment caktuar të jetës së tyre të kalojnë nga substancat narkotike të cilat kanë përbërje më të vogël në ato të cilat janë më të njohura si kokainë, ekstazi apo heroin. Pra, kjo është treguese dhe është shqetësues sepse forma kriminale e veprimeve është më modernizuar, më mbështet, se pa ekziston sipas asaj që shihet një logjistik mbrapa këtyre grupeve kriminale që i ndihmon që bëhet shpërndarja, pavarësisht se shteti ka krijuar task forca, ka mekanizma brenda policisë, ka bashkëpunim të ndryshëm me aktorët relevant, problematika qëndron në fazën e asaj që mungon një hallk. Cila? Është hallka e cila niset nga familja, po përgjegjësia prindërore. Sepse në moshën 18 vjet, përgjegjës për fëmijën e tyre janë prindrit. Prandaj ajo hallk është duke munguar dhe prandaj po rreshet përdorimi i substancave narkotike në moshën 16 vjet. Kjo është alarmante. Prandaj në këtë vargje të veprimeve duhet mbar dhe ndërmarr veprime edhe preventive, por njëkohësisht do duhet bërë edhe veprime represive. Shteti zakonisht në raportet e tyre vjetore elaborojnë sasinë e substancave narkotike, por asnjëherë nuk s'kam dëgjuar nga gazetarë që bëjnë pyetje se kjo shumë e substancave narkotike që janë kapur në operacione të ndryshme, ku janë lokalizuar, a kanë patur destinim tregun ton apo ndërkombëtar, përdoruesi apo personi që ka patur nxjerrje me substancë narkotike, a ekziston në sistemin që është përdorues. Tani lindin disa pyetje të tjera si fakti që ato duhet lejohet, legalizohet, siç në vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian, substanca narkotike. Edhe kjo është një tematikë që do të na preokupoj, sepse kushtrim problematika në Kosovë në rrafshin shoqëror është ne nuk mund ta gjejmë apo ta krijojmë ta shpikojmë ujin e nxehtë apo rrotën, sepse janë të shpikura me njerëzimin. Shumë më tifo. Por problematika që ne e shohim në përbot para 20-30 viteve, tani ngadalë duke rrëshitur në kontekstin ballkanik, në kontekstin e Kosovës. E ne nuk jemi të përgatitur për këtë ndryshime. Prandaj është problematika e përdorimit të drogave, armët, edhe kjo një çështje. Po, mos ikim vetëm pak. Kjo lloj substance dhe lloj sasie që besa, sidomos kohëve të fundit, po e shoh që në për kufi, në për kontrolla, po haset policia, po na lajmëron të paktën në rrjetet sociale, gjithsesi në Facebook, po në komunikata e shoh që zinet goxha sasi. Ka vjen kjo sasi, i nderuar?
Zakonisht ne kemi fatin e keq ta quaj në kuptimin asoj se jemi në bazën neurologjike të rrugës ballkanike. Pra çdo gjë që ka lëviz në pjesën e kontinentit evropian dhe që vjen nga pjesa aziatike, pra nga pjesa e lindjes, sepse drogat e forta që janë kokaina dhe heroina, dhe madje tani të përpunuar në mënyrë laboratike dhe ekstazi, po tabletat e caktuar që përmbajnë edhe kokainë dhe heroin, vijnë nga pjesa Kaukazis, pra nga pjesa e ish sistemit BRSS-s, Bashkimit Sovjetak, dhe që lidhen nga pjesa e Afganistanit dhe lëvizin në rrugën ballkanike, Turki, Bullgari, Kosovë, Maqedoni, Kosovë, dhe lëvizin në pjesë të ndryshme të Evropës, pra përmes saj, dhe një pjesë e heroinës, vjen nga pjesa Amerikës Latine, përmes anijeve të ndryshme dhe zbarkohen në pjesën e Detit Adriatik. Dhe kjo është treguese që në një formë tentohet që ballkoni perëndimor, sepse kartelat e drogës, grupet kriminale ballkonin e shohin si një territor të vetëm, nuk e bëjnë ndarje në aspektin shtetëror, por e konsiderojnë si një pikë operative, një pikë e një krimit, një qendre logjistike që më pastaj nga këto vendet bartën në ballkonin perëndimor, në vendet që Kosova, Shqipëria, Malizi, Maqedonia, Serbia, Bosnia, që bëhet deponimi i tyre në këto vende, më pastaj në format ndryshme, me sasi të vogla, shpërndahen në pjesën e ndryshme të pjesës evropiane, për arsye. Sepse ju keni vrejtur çështja liber, ne kemi pas një debat me ty më herët, pra çështja domon që vendet e Bashkimit Evropian kanë një kontroll më të rreptë të çështjes së brezit kufitare. Dhe liberalizimi i kufive e ngrit këtë shqetësimin potencial që kufit nuk janë më statik, po janë kufit lëvizës, kuptimin që mund të lëvizin qytetarët pa u kontrolluar fare, apo kontrollat janë vetëm në mënyrë sporadike, dhe kjo arrit potencialin e këto grupeve kriminale të strukturuara, të organizuara ndërkombëtare, që shfrytëzojnë këto momentume. Ju keni vrejtur kushtrim gjatë javës së kaluar, në pjesën e Serbisë janë gjetur 5 ton marijuana. Pra, sipas informacionit që janë dhënë në formën zyrtare, kanë ndodhur nga pjesa e Maqedonisë së Veriut, pjesa e Bullgarisë dhe Turqisë. Pra, imagjinoni se janë 5 ton. Nuk po flasëm 5 kg, 50 kg, po janë 5.000 kg. 5.000 kg marijuana. Pra, imagjino do duhet që një sistem i tërë logjistik që potencova, do duhet që ndroj ofër tyre dhe ta suportoj. Pra do duhet që të ketë akter shtetëror, me funksione shtetërore, ekzekutive në mekanizmet e sigurisë në rastin e Serbisë, që janë mundësuar që të bartet nga Maqedonia e Veriut në pjesën e territorit të Serbisë dhe më pastaj shpërndahet në forma të ndryshme. Por sasia 5 ton. Në literaturën ndërkombëtare të sigurisë thuhet në qoftë se ke kapur 5 ton, imagjino sa ka qenë një ditë para dhe një ditë mbrapa. Sa toni tjetër është që është fund të është para se me unë zonë që i 5 tonëshi? Pra, në këtë formë, në këtë vazhd, çështja e drogës, çështja e substanca narkotike do të jetë problematike për Republikën e Kosovës, do të sfidohet çështja e kësaj, do të sfidohet Kosova në këtë formë, por mbetet portopallë për të analizuar se si dhe kur do të rrjedhin gjërat. Mirë, po e lëm pak drogën onash, po kthehemi tek një problem as i madh sa vetë droga. Nuk e di, janë dy probleme shumë mëdha, s'po di as qysh me i ndo, por edhe arma është një problem shumë i madh, sidomos kur është në dorë dhe në kohë gabume. Këtë e dim edhe vetë diqysh në bazë të disa miqve edhe shokëve tonë. Shumë armë ilegale, zotri Shala, në vendin tonë, shumë bastisje, kudo që e ka ndonjë kontroll e shohim. Patëm edhe një rast tjetër ku një shtetas i Republikës tonë u kap me presh për dorë, nëse mundem i thonë kështu, në Shqipëri, duke transportuar, nëse nuk gabon, kanë qenë 14 pistoletat cilat ishin destinuar për treg. Ka shumë, po e shohim edhe në verit vendit, ndonë se tash atje me shumë gjase edhe u mësuam diqysh me përcjellë, me po që po ka gjithmonë armatim, po edhe për të i veriut edhe ka qendra e Republikës jashtëzakonisht armë.
Çështja e problematike së njëjtë të natyrës është çështja e grupeve kriminale që janë të specializuar sa përket shitjes dhe trafikimit të armëve në Ballkanin Perëndimor, që në pjesën më të madhe kanë një sinergji të veprimit grupet kriminale që merren me shitje, bartje, transportim të drogave me grupet kriminale të formave të armëve në pjesën e Ballkanit Perëndimor. Çështja e armëve në pjesën ballkanike nuk është një problematik e panjohur, sepse ne dimi si është një nga rajonet të fundit të viteve 90 që ka qenë konflikti armatosur në forma ndryshme. Dhe ju dini që në raste ku ka konflikte, shtetet që janë në forma të ndryshme në periudhat e gjata, edhe grupet kriminale futen në ato luftra dhe tentojnë që përmes mundësisë më së lehtë për ta që të kenë çështje në armatim. Pra po ta thjeshtëzuar për audiencën. Ne jemi në luftën në Evropë tani më është luftë Ukrainë-Rusi dhe grupet kriminale të trafikimit të armëve apo eksplozive të ndryshme i kivës të prezent në pjesën e kontinentit ukrainas dhe marrin ato armë që janë të destinuar për luftë, i marrin, i bartin në forma ndryshme dhe i destinojnë për vendin apo për tregun përkatës. Pra, është një zinxhir i kundër, pra faktikisht shteti i cili është në luftë, në këtë rast Ukraina, ka gjasa që shumica e atyre armëve që janë vinë nga pjesa ndryshme të Bashkimit Evropian, si suportim për luftën e tyre, përfundojnë në tregun ilegal. Sa absurde edhe jashtë normales. Pra kërkohet që të fajsohet dhe të dënohet një veprim i tërë shoqëror. Sepse unë mendoj që vedia shoqërore e periudhës përkatëse ka qenë sublimime në momentet që janë kriju formacionet të para ushtarake. Ka qenë kulmi e periudhës përkatëse të vedijës shoqërore që kanë nxitur që qytetarët e Republikës së Kosovës, një pjesë e tyre, të bëjnë rezistencë ndaj një represioni sistematik shtetëror që në atë kohë ishte Serbia dhe Jugoslavia në të anësi. Pra si vedija shoqërore të asoj periudhe dhe veprimet konkrete tani të një mekanizmi që derivon nga institucionet e Republikës së Kosovës, pra ne unë dhe te kemi qenë të ri në kuptimin e asoj periudhe të vedija shoqërore të asoj kohë, por më rikujton, apo themi për ripërsëritur një histori të tërën. Pra një histori, sepse në qoftë se nuk mësojmë nga mësimet, atëherë do të në ripërsëritet. Prandaj kërkimi i dënimit të udhëheqësve të shtabit, të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse janë një domosdoshmë nuk mund të bëhet ndarja, se si po pretendon prokuroria të bëjë një ndarje mes shtabit dhe veprimeve individuale, po tenton që gjëja që po dënohen individet që në fakt po dënohet vedija shoqërore asaj periudhe kohore, dhe në qoftë se aprovohet nga ana e gjykatës përkatëse që të dënohen udhëheqësit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, atë kjo mund të na prodhoj një situatë të palakmuar, sepse është një luftë psikologjike apo një operacion psikologjik, që nga dënimi më pastaj qytetarët e Kosovës të revoltuar mund të ndërmarrin ndonjë veprim të mundshëm ndaj bashkë qytetarëve të tjerë nga komitetet serb, dhe kjo më pastaj të materializohet nga ana e Serbisë një veprim që arsyeton faktin e një veprimi terrorist mbi qytetarët e Kosovës. Pa, është shumë komplekse, por shpresoj që herat e tjera do ta elaborojmë më tutje, por që ne do duhet të marrim gjëra të shtruar, segmenti politik udhëheqës në Republikën e Kosovës mos të mjaftoj vetëm me statuse, qoftë opozitë dhe pozitë, po me qenë se është mekanizëm që derivon nga ana e Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nga Governi i Kosovës, do duhet që të ketë një mbikëqyrje më të rreptë dhe që dënimi dhe shfaqësimi, sepse janë për të shfaqësuar, sepse nuk ka në bazë të prova dhe argumente që kanë qenë të hapura për opinionin publik, do duhet që të ketë një kontroll rigoroze mbi mekanizmin dhe materiale, sepse thelbësore është materialet të cilat ishin përpunuar ato dhe ishin servuar të segmente përkatëse të prokurorisë që më pastaj mbi këto informacione të fabrikuara në kuzhinat e Serbisë të dënohet sentimenti, të dënohet popullata dhe vedia shoqërore së periudhe.